Ore, do reflektosh apo s'do reflektosh? Sepse këta njerëz që kanë dalë aty, kanë dalë që i ke nxjerr ti dhe këta. Ta kam thënë edhe një herë tjetër, Ediona. Njerëzit ja falin mbretit tangëllëkun. Po nuk mund durojnë tangëllëkun dhe arrogancën e gjithë tyre që janë poshtë. Nuk të duhet shumë ta kuptosh që këta janë arrogancë. Reflektojnë arrogancën që ke ti. I tha ai, nuk di pa dhe rast, i tha këtyre kryebashkiakëve të vetëse. Tashmë kryebashkiakët gjitha i ka, 5-6 ka opozita, apo? I tha, ju tha, keni marrë votën, tha atje në qytetet tuaja, punoni atje, po në fakt ju rrini në Tiranë, banoni në Tiranë, rrini gjithë ditën në Tiranë atje. Fal një kryeministri të zgjedhur që ka votën e njerëzve, çfarë duhet më shumë për të thënë X kryebashkiak, Këshilli i Ministrave, ndërpret mandatin dhe shkojnë gjykatë kushtetuese, sepse ata kanë shkelur betimin e tyre. Dhe le të shkojmë zgjedhjet parakoshme këto bashki. Që të mësojnë njerëzit, se po ja thu ti, po ja them unë. Se kush është drama e sotshme e Edi Ramës? Erzin publik Edi Ramës nuk ja ka marrë as Sali Berisha, as Ilir Meta. Se ata kanë trajtuar si njerëz serioz, kundërshtar, po serioz. Ja kanë marrë zëvendësat e vet. Ajo zonja që thoshte ato fjalë që thoshte për të në përgjime. Ai zotëria që ka qenë zëvendës kryeministër dhe që është në Zvicër dhe nuk ka lënë zez pa i thënë. Edhe dikush tjetër që s'po ja përmendim emrin me ato përgjimet e famshme e tjera që kanë qenë njerëzit afër tij. Kështu që kur ti je shef se si e ke situatën, çfarë pret? Mendon se ti duke sulmuar ata do i çosh në shtëpi ata, s'kan çfarë humbin. Ata mund do psohen, bëjnë një grup më i vogël, të rriten prapë shtator, mendon se do kenë frikë, vapën, çdo s'kan një punë tjetër. Apo mendon se me patronazhistët që kanë rrjetet sociale që shkruajnë gjithë ditën do mërziten. Hiç s'mërziten, përkundërzi. Dhe këtë tregon rasti Dritan Goxha. Përkundërzi, rriten se kështu ka ndodhur në Shqipëri. Kush i njifte këta që u bën pas 90-s lider? Si njifte kush? Tani, dua të të pyes pak se shumë është komentuar këto ditë me 2 episodet, po themi të dhunshme që u regjistruan të protestës para parlamentit, gjatë punimeve të seancave plenare, dhe pastaj me videot që qarkulluan në rrjetet sociale u hodhën hije dyshimi mbi atë që fshihet realisht pas kësaj proteste, apo kemi 2 protesta, ajo e ditës dhe e natës, ajo e paqes dhe e dhunës. Ajo që ndodhi para parlamentit tregon që protesta po ja dalin të tjerët ta përçajnë. Por në fakt cila është dhuna? Vezët? Po pse këta mendojnë që këta kanë bërë ato që kanë bërë. Nga i tjetri që i ka ndodhur gërdeci e janë vrarë 4 robë në bulevard, e te këta tjerë që s'kan dalë publik pa i ndodhur dhe këto janë të vërteta gjyqësore, jo të mia dhe tu, çfarë thot prokuroria speciale. Okej? Dhe këta mendojnë që njerëzit do e marrin me vezë, po njerëzit pas kanë qenë të fortë. Se në vendet e tjera i kanë marrë me dru. Si mendojnë këta që është veza dhunë, kanë koncepte të gabuara për dhunën. Dhunë do me thënë dhunë. Ata deri tani janë treguar shumë të vetëpërmbajtshëm. Ai sa na ka lënë gjithë dhe pagoj pikërisht nga qenit vetëpërmbajtje. Veza është dhunë. Se mos na thonë edhe atë markën e vezës, se mos vjen nga qarku Durrësit marka e vezës. I bie të kenë ndryshuar gjëra të tjera. Do në ti nuk sheh hije dyshimi nga protesta segmentet caktuara që duan ta prishin nëpërmjet paraqitjeve të dhunës së dyshimi, në bulevard çdo mbrëmje është shembullore. Jo, për të pyetur meqense se kanë qarkulluar shumë teori këto. Kanë dalë atje, i kanë gjujt me vezë. Po pak i kanë me vezë me domate. Se çfarë presin këta? Do i presin me lule? Ç'është kjo logjika? I kanë parë protestat në Gjermani, në Itali, në Francë. I kanë parë në Paris, atje ku ka jetuar kryeminist. Ato janë protesta minimalisht dhunshme. Shqipëri kanë qenë protesta fare paqësore. Dhe veza që nga dhunë?